Pse ju jeni më të mirë dhe ata janë më të paaftë? Pse ju jeni, po themi, gjithmonë përpara dhe ata janë këneta dhe me bufin e vetë? Këtu është përpej, ka një vindarse apo... Ka një vindarse në filozofinë e gjës. Nuk ka një vindarse në aftësinë që kush është më i aftë të bëjë gjëra, sepse në shoqërinë shqiptare mund të gjesh njerëz të aftë, politikanë dhe teknik të mirë nga dyja kahjet e politikës, madje nga të gjitha kahjet e politikës. Leadershipi është diferenca. Dhe sigurisht një filozofi e mendjes hapur, edhe... Pra diferenca është Rama? Leadershipi është diferenca, dhe sigurisht që diferenca është edhe Rama, por leadershipi nuk është vetëm një emër. S'kemi në pësë tjetër, jo? Po jo, ne kemi sepse ne të gjithë punojmë për ta shtyrë këtë proces. Dhe kemi punuar ta bëjmë këtë gjë. Personalisht unë kam... Master shefi, mastermindi... Po sigurisht. A i është, pa tjetër. Si shofën këta tjera? Pa tjetër, po në base në të tjera që nuk në shikojnë, zoti Zhej, punojmë shumë në hije, punojmë në rogos, po asgjë... Shiko, populli shqiptar ka një shprehje, thotrimi mirë me shok shumë. Po pa tjetër. Kështu që kjo është puna e një grupi njerëzish, të cilët jo vetëm kanë pasur ide të qarta lidhur me çka do të bëjmë ne në të ardhmen, ku do të shkojë Shqipëria në të ardhmen, por njëkohësisht i kanë bërë dhe detyrat e shtëpisë më së miri, se shiko. Po, mund të jetë që leadershipi është atje dhe quhet Edi Rama, po ka dhe 1000 punonjës nga mbrapa që bëjnë çdo ditë një punë të lavdërueshme, të cilët mbase shumë kush as emrin nuk e di, po që janë ekspert të jashtëzakonshëm që çojnë përpara punë të Shqipërisë. Ka dhe një parlament që miraton gjithë parafrimet legjislative dhe ku ka një staf përtej deputetëve që kuptojnë dhe nuk kuptojnë nga ligjet, të cilët ndihmojnë që këto procese të shtyhen. Pra, gjëja është komplekse, nuk është bardhëzi dhe nuk është një fjali. Është një proces. Është një dialektik që për cilën sot Shqipëria ka nevojë dhe cila ka vetëm një emër, kjo quhet Partia Socialiste, që do fitojë zgjedhjet.